Adem, sipas teje, Francë, Spanjë, çysh mendon që përfundon ndeshja? Me tash, të luajt mëdha një detaj vendos. Dhe kombëtarët e mëdha ku luajnë të cilat nuk mbyllen, do të thotë nëse një gol, aty mund të pas shumë golla, mund të mbyll me një gol. Do të thotë një detaj e vendos tek luajt e mëdha dhe nuk më jap prognozë. Mirë, po unë mendoj që Franca me Anglinë do të jetë finalja. Edhe prapë do të jetë dy shtete të cilat Po unë që edhe Argentina Angli do të jetë në rivaliteti do të jetë një finale zjarrt, do të jetë unë mendoj kështu. Do të thotë do të përsëritet finalja Francë. Nuk e besoj. Ose mund me shku Spanja, Anglia, por gjithsesi Argentinën jashtë. Bujar sipas teje Francë Spanjë? Është ndeshja më e pa parashikuar ndajherë. Kështu tamam që nuk mundesh me pa parashikuar, na duhet me parashikuar se kemi këtë detyrë. E shoh Francën tash për një nuancë pak më përpara, e shoh që do të fitoj në penallti se ndeshjen kohë rregullt edhe në vazhdim e shoh baras. Edhe mendoj që Franca do të fitojë në penallti, do të shkojë në finale. Te ndeshja Anglia-Argentinë, mendoj se do të fitoj Anglia për mënyrën se Argentina nuk ka luajtur mirë në këto ndeshjet e fundit edhe ka qenë disa epizode të ndryshme, si te Egjipti, si te Zvicra, të cilat i kanë shkuar në favor Argentinës dhe jo pse nuk e ka merituar, por në momentet më të mira të kombëtarëve të tjera janë dhënë disa vendime. Edhe unë shoh që Anglia këtu po tash Franca-Angli, kjo është ai që do të jetë një klasike e madhe, gjithashtu me ato problemet jashtë fushës të cilat ne i përcjellim. Amo prapë shoh Francën. Bile Franca Angli më shumë e kisha po dominu se kështu Francën për ta fituar kampionatin.